Çmimi shumë i ulët i tregtimit të patateve dhe shpenzimet e mëdha që fermerët kanë për kultivimin e tyre janë kthyer në shqetësime serioze në malsinë e madhe. Fermerët atje tregojnë vështirësitë me të cilat përballen, duke thënë se çmimi që shesin patatet është i papërfillshëm, e ndërsa nuk ka as pika grumbullimi. Kartolla herë për mëkaqe të zezë. Ka kanë 200 lekë, apo 250, 270, ma ke s'ka, na s'kena treg, na dëna me marrë një treg. Që më dikush me na ashtu, na shpenzojmë, jo traktori, jo plenat, jo gjanat, jo tëna, jo ujt, jo korrenti, si me bën tash na. Na zim ka më shkua. Ma ke s'ka. Na shtetin, na qeveria, me na mi pik grumbullimit, vinë zirrin kujin me ne. Tërklarët ambulant, njëta vinë, njëta. Ata marrin më shumë se na. Ne na marrin 200, ata shesim 500. Ka më shkuan tash na. Na vesh me ne mëshirë zotit. Na shesim 200 lek. I blevi 1500 lek faren. Edhe s'ka shku më dhe hiq. Ka shpenzime shumë. Edhe grunin e lasë këna kurë, se s'ka dhe këmboj. Mollë ka shumë. As shkon shpeci, as shkon kërdollë, as jam dhe jo. Shkon 200 lek kilja. Ka shpenzime shumë të mla, me nitrat në qeveria s'ta animal as me nafta shumë shtrejt. Ishte bujësia lodhën. Problemet me tregtimin e patates janë më të theksuar në fshatin Dobër të njësisë administrative qendër në Malsinë e Madhe, duke qenë se ka një prodhim më të madh atje, por nuk bëjnë përjashtim edhe fshatra të tjerë.